Pas daljes nga Big Brother VIP Albania, Egli vazhdoi me angazhime të shumta në muzikë. Ajo 2 javë më parë plasoi jetë me tekst nga Fifi, këngë kjo e cila arriti të pëlqejë shumë nga masa. E madje u aludua se teksti flet për lidhjen e saj me Gjeste. Sa fort jam gjyku, se kom dashuru me zemër. Ani pse u largua nga ky format dhe gjithçka nga problemet supozoi se kanë mbaruar, jo, kjo nuk qenë ka vërtet. Pikërisht këtu jashtë filloi gjithçka. Pas suksesit me jetë, Egli nisi raportin miqësor me Fifin, me cilën nuk munguan fotot dhe videot e përbashkëta. Por ky raport nuk u zgjati shumë dhe dysha përfunduan miqësinë e tyre me hatërmbetja. Ishte Fifi ajo që mbaroi këtë gjë. Nejse, po e nisim nga fillime. Ku je nis dhe shuj është publikuar me një videoklip mjaft interesant që arriti të klikohet të goxha shumë nga audienca. E vërtet, nga burime të sigurta. E vërtet, nga shoqet më të ngushta. Diçka dhe dikush i ron sysh, e duhet se vajzat nuk i kanë raportet e mira me njëra tjetrën, duke bërë kështu që Raqe ta fshihej këtë këngë nga YouTube, për ta rikthyer përsëri në këtë kanal pas 2 ditësh. Por ani pse projekti 2 në 1 u rikthye, Fifi mori kritika të shumta duke ja hedhë saj fajin për gjithçka që ndodhe. Shkaku kryesor që i ka larguar këto 2 artiste lidhet me mospajtime financiare. Fifi, e cila kishte rënë dakord të punonte këngët dhe klipet për Eglin, nuk ka pranuar përqindjen e kërkuar nga kjo e fundit për të ardhurat që do vinin nga projektat. Ky mosdakordim duket se ka qenë vendimtar për krisjen e marrëdhënies së tyre. Sidoqoftë, ky raport i krisur nuk zgjati dhe aq shumë, pra nuk thonë më kot që çudia më e madhe ndodh 3 ditë dhe harrohet. Njësoj ngjau edhe me Eglin e Fifin, ku di këngëtarët e njohura për publikun shqiptar kanë rikthyer sërish postimet e përbashkëta në rrjet, duke i vënë në dyshim zërat që paralajmëronin konflikte të thella mes tyre. Duke se tashmë situata po përmirësohet pasi bashkëpunimi është risjell për publikun. E ja tek e kemi një reagim nga Egli pas gjithë kësaj ndodhia. Tako ka konfirmuar një shkëputje të qartë dhe të qëllimshme nga Fifi në aspektin profesional. Kam vendosur me shumë respekt reciprok me Fifin, të shohim në një spektër më të gjerë në mënyrë që asnjëra palë të mos ndikojë të tjetra, përsa kohë të dyja i përkasim të njëjtës fush, këndimet. Për ndryshe, autorja e projekteve që sapo folën për to po vazhdon të jetë aktive me mbrëmje muzikore në krejt Shqipërinë. Mirë apo keq, ajo që do t'i bashkoj vajzat është përvoja në formatin e mirënjohur Big Brother VIP Albania.